zonat ish industriale. Edhe për to kemi një plan të qartë pune me bashkit. Është bërë identifikimi i zonave ish industriale që janë ende sot e gjithë ditën të braktisura, dhe kemi po ashtu edhe modele të krijuara që tani më na japin mundësinë të kuptojmë se si do t'i zhvillojmë këto zona ish industriale. Komponenti tjetër është komponenti i muzeve të identiteteve lokale. Edhe për këtë është bërë një punë deri tani e mbledhjes informacionit nga bashkit, të cilat do të kenë rol aktiv në këtë proces, sepse për ne është shumë e rëndësishme që duke qenë se është shumë e qartë që rruga jonë është rruga e ngjitjes në një nivel të lartë të klasifikimit të vendeve turistike, kjo nuk mund të jetë diçka e qëndrueshme në rast se ne nuk e pasurojmë ofertën tonë turistike, ku muzet e identiteteve lokale janë një domosdoshmëri. Në ndërkohë, kemi po ashtu edhe programin për shtrirjen e startupeve edhe në teritoret të tjera, pasi vëmë re që nga një anë kemi një rritje të ndjeshme të kërkesave në programin Startup Albania, për cilin do të nxjerrim dhe një financim të ri në ditën vijim, pasi kërkesat cilësore kanë qenë më shumë se sa çfarë u parashikua në bazë të dinamikës viteve të fundit.